Përshëndetje të gjithëve, shpresoj të keni kaluar mirë. Unë jam Sonic nga podcasti Tematikat e Sonic. Në këtë moment që unë po flas, kam në linjë sërish DJ Blank, ku nuk do të kemi ndonjë temë specifike për të folur, por do të argëtohemi pa mas. DJ, mirë se erdhe sërish në podcast. Përshëndetje. Iku koha muhabetit erdhi koha për lojra tani sepse pa lojra nuk bëhet. Sigurisht, tani do të argëtohemi, shikon, ne tani do të argëtohemi, pra përveç se hapim tematika të ndryshme, pse jo mos të argëtohemi dhe të zbavitemi. Si mendon DJ? Sigurisht, ama ta dish diçka, dhe luaj seriozisht, nuk do mundesh dot. Tani DJ do ja prezantosh pak publikut se çfarë lojë do luajmë ne sot? Ne po luajmë lojën Sonic Force. Aty janë të gjitha lojrat. Un kam zgjedhur dihet se çfarë personazhi, pa diskutim dihet se çfarë personazhi, ndërsa DJ ka zgjedhur Silverin. Silver është super karakter, flas vërtetën edhe. Shiko, aty ka shumë karaktere, personazhe të tjerë, por që Pra DJ, je gati të më sfidosh mua 1-1 në lojën Sonic Force? Sigurisht Sonic, edhe po fitove, do t'jap 2 Pluto dhe i peti pije. Wow. Jo. Nuk do m'japësh Pluto dhe peti pije. Dua cin, i mba mendsinat. S'ka gjë, i haj vetëm. Sigurisht. Dërsa po fitova unë do t'jap çokolata Criss Cross. Duhet me se s'bën gjithë to kompani që përmendëm ne tani të na sponsorizoni çik se do kenë goxha shitje. Na sponsorizoni podcastin. Je gati për një ndeshje. Atëherë, të gjithë ju, në këtë momente siç po e shikoni, kemi një screen ku jam unë dhe një screen ku është DJ Blank. Unë me DJ jam 1-1 dhe do shohim se kush do t'ja dalin në këtë ndeshje. Je gati DJ? Gati kam qenë, gati kam nin. Bravo, ja pra. Tani po nis. Tani nisim. Okej, tematikat e Sonic dhe DJ Blank kundra njëri tjetrit. Okej. O, të vjen nivel 7. Oba. Okej, do ta kaloj. Prit. Pa, natën e mirë. O drejtë. Soniku është se fort për loja e vetë, ti fort për loja të bëhë dalin një. Pa, unë jam Soniku më i shpejti këtu. Pavarësisht që karakteri im këtu është më i vogël. Po, DJ ku e nuk dukesh fare. Sigurisht. Bravo te, jam po malo. Mos harro, kemi 3 lojra për të luajtur, kemi edhe 2 të tjera mbas kësaj. Pa. Okej, ja ku po kaloj edhe këtë. Majta djatas. Do ta shohim sa afër do jesh DJ. Orë nuk po m'dalin këto, Çfarë? janë të tjerë, vetëm kam këtë pustin. Po duhet t'i bësh gjithë kollekt këto, që janë kështu pikpyetje. Po do të mund një ty, pastaj Po normal duhet t'i bësh kollekt që të më mundësh mua. Okej, jam në vendin e parë, fitova! Ja pra ku fitova i parë. Pa, jemi tani 1-0 për mua. Në rregull, un jam niveli 6, ndërsa DJ që ka niveli 3. Okej, Silveri kundër Sonicut. Okej, duhet t'i bësh kollekt këto pikpyetjet. O drejt! Po, ças botër. Okej, nuk ka pas një power, kështu që O sa gjuna. ashtu. Do ta shikojmë kush do të fitoj. Okej. Do të thotë vërteta nuk kam shanse ta arrim. Kelan O drejt. këto kurse kështu. Po. Pa këto mbengesa, Pa. DJ, mos më zgënjë. Ja, shiko, jemi shumë larg. Po si more DJ po të mund kështu një kundër një. Shiko, jemi shumë afër, është vërtetë. Po mu po mbi vetëm kështu boost. Nuk po mbi në Po mirë, ato boosti duhet t'i vendosësh diku do. domethënë. Në fakt s'ke si t'i vendosësh kur po në fakt mund të bësh në një sulmim ti me ato. Varet çfarë qëllon. Po për shemb kanë qelluar 2 kështu nga ato robotët e Eggmanit. Mo vetëm boost. Po a drejt. Okej, këtu do të jemi shumë afër për jetë më kalu. O ta gjuna. O drejt. Tani mbie tornado jam. O fitova prap. Kush do ta fitojnë lojën? Le ti harrem ato të lojët e para. Le ti harrem ato. Kemi finalen. Loja finale si punës. Ai që fito këtë ka fituar gjithmonë. Po nuk do të thosh. Por prit pra se më hoqë momentin tim intens DJ. Kush do ta fitojnë lojën? Soniku apo DJ Blank? Shishi direkt ky pa e përfunduar mirë. Ti je OG këtu. Ua, të lutem tani, po Soniku. Përveç se shpenzoj kohën time në Green Hills, edhe luaj pak Sonic Force. O, 300!
Më duket se ma kaloj. Tani po bëhet një lojë shumë intens. Por do të të kap. Kape peshku. Djeme. Kape peshkun. Ta kalova DJ. Po, unë nuk e di. Po kema kalove, po zë thot që të kaloj prapa. Po, nuk e kapa. Ta kalova. Finishit! Do fushën e ujë e kalova unë. Natën e mirë DJ. Ose mirë mëngjesi DJ. A, tresni. DJ po çnek kështu mo DJ, çnek kështu ha. DJ kisha shumë besim këty. Po pengova dhe unë për vete këtej. Arrita finishin fitova. Opa. Miru pafshim DJ. Kemi qëna. Po, ke qenë, Tani shiko. arsyeja Duat se ti ke këtu. Është sepse ti fitove ishte sepse ti e ke kriju këtë lojë, ti e vetë Soniku dhe Soniku fitove. Po, të lutem tani. Ti po në version fuqitë e mia, po vë në dyshime aftësitë e mia. Tani, dua t'ju tregoj një çik të gjithë karakteret e mia. Atëherë kam karakterin e Emit, kam karakterin e këtij këtu, ja kam harruar emrin tim, falni gjithë. Kam karakterin tim sigurisht Soniku, por është në versionin i vogël. Kam pastaj Knucklesin, kam Robotin, kam Silverin, siç e ka DJ, kam Sonikun, pra vetën timin që jam në modalitetin tim normal, kam Tailsin, kam edhe këto voglushtet këtej dhe karakteret pastaj më epike të serialit Sonic. Me pak fjalë unë pas u ngel para kohë. Brava koha, qa para koha! Por që nuk do thotë që nuk do të mund ma. Ne kemi përqyt akoma. Ma ta dish diçka deri atëherë s'jam bë pro. A je i Ta dish. sigurt? Ta kalova këtë lera e tre. Për pak. Për pak e që ndu me kaluar, për 10 kilometra. Realisht, sot ke luajtur jashtëzakonisht fuqishëm fare, as nuk t'i vë në dyshim aftësitë tua, sigurisht që DJ nuk është se ka luajtur kaq shumë sa e kam luajtur unë lojën Sonic Force, kështu që edhe përjashtohet kjo, por ne do të kemi një rematch bashk. Apo jo? Nuk ka për të mbaru ky serial. Domethënë projekt. DJ tani është bër një ndër rivalet e mia më të mëdha. Është ndeshje. Kjo është një ndeshje miqësore midis meje dhe DJ-t. Së shpejti, vetëm në tematikat e Sonic do të kemi një tjetër rematch së shpejti. DJ, të falenderoj shumë që u bëre pjesë e episodit të sotshëm, ku u argëtova pa mas, kështu që ne do të kemi sërish një rematch, pra një ndeshje midis njëri tjetrit. Duke mbyllur dhe këtë temë sot me DJ-n, do luaj siglën e hapjes të Teknikat Bakugan. Kjo sigël është shumë interesante sepse është edhe i dubluar në shqip. Dëgjojeni. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Kam shumë tema për të treguar, por do t'i hap me kalimin e kohës. Dua t'ju tregoj 3 lorat që mund t'i luani kur nuk keni internet. Janë lorat e kategorisë Endless Runner që mund t'i luani në telefonin tuaj. Më ndiqni. Në vendin e parë pa dyshim që do të vendosja Sonic Dash, një lojë që ka të gjitha personazhet e serialit Sonic, por që të merrni personazhin tuaj të preferuar duhet të merrni shumë rings dhe të kapërceni pengesat duke mundur kundërshtar të fortë si Eggmani, ku mbi të gjitha të mbaroni me sukses misionet që ju caktohen në lojë. Në vendin e dytë do t'ju sugjeroj një lojë e re nga krijuesit e lojës legjendare për telefona Subway Surfers. Loja quhet Metro Land. Metro Land është gati si Subway Surfers, ku ti mbledh coins, kalon pengesat, plotëson misionet dhe i largosh sigurime të lartë. Sigurisht që kjo lojë është më e komplikuar se loja Subway Surfers. Vendi i tretë dhe i fundit, Miraculous Ladybug and Cat Noir, ose në shqip,
Magjikët, Nusepashka dhe Machoku i Zi. Edhe kjo lojë si dy të tjerat është pak a shumë Endless Runner, por më ndryshe. Përveç se ka pikët dhe fuqitë e veçanta gjatë rrugës, gjithashtu do të keni nivele për të kaluar ku çdo nivel është i bazuar në ngjarjet e serialit. Një lojë me të vërtet shumë zbavitse, ku fancat e serialit të animuar Miraculous ose Magjikët në shqip, do të keni goxha emocione ndërkohë që luani me Nusepashkën ose Machokun e Zi. Po ju, keni luajtur ndonjë lojë nga këto që sapo sugjerova? Nëse po, na jepni mendimin tuaj në komente dhe si ju duken këto lojrat në përgjithësi. E mbyllim me temën gaming, ashtu siç do të mbyllet me serinë e fundit të aventurave të mia. Le të ndjekim episodin e fundit të Historitë e Sonic. Tani jemi në serinë e fundit ku do të shikoni aksionin e vërtet midis meje dhe Eggmanit. Pengesa do të ketë, por shokët s'e lën asnjëherë në palë. Tani Knuckles niset për aventurën e tij të re që t'i bashkohet grupit. Amy dhe Knuckles janë të gatshëm të luftojnë kundër planeve djallëzore të Eggmanit, por edhe të luftojnë me ushtrinë e tij të robotave. Por tani jemi në prag të finales nga kjo betejë, ku Eggmani pretendon se do të fitojë kundrejt meje, por unë kurrë nuk dorëzohem. Por kur ke miq të mirë si Tails, Amy dhe Knuckles, nuk ka asgjë në botë që të ndaloj. Dhe kjo është më se e vërtet. Kjo ishte aventura ime. Do të kemi disa fakte për detektivin më të mirë në botë që quhet Vidok. Më shumë informacione nuk ju jap, sepse tematikat e fakte të ndryshme do t'ju thonë gjithçka. Kemi mbërritur në fund të podcastit, miqtë e mi. Sot u zbavitëm shumë dhe ju falenderoj gjithashtu që na ndoqët deri në fund. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe share kanalit të Alptun. Bashk do të shihemi të dielën tjetër. Paçim!